Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vim të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon një përshkallëzimi të situatës mes Izraelit dhe Iranit. Izraeli ka kryer 2 sulme në Iran, teksa janë shënjestruar centralet bërthamore dhe komandat ushtarake. Deri në këto momente që ne flasim, raportohet për 5 të vrarë dhe 50 të plagosur. Khamenei nga ana tjetër ka kërcënuar me një hakmarrje të ashpër. SBA thonë se nuk janë të përfshirë në sulm dhe nga ana tjetër Tel Avivi ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me profesor doktor Olsi Azexhi, i cili më bashkohet në këto momente në një komunikim të drejt për drejt. Profesor, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News, është të kënaqësi. Faleminderit, që më thuat. Profesor, një sulm i papritur, një përshkallëzim i një konflikti i cili mbase mund të ketë një tjetër vijueshmëri në vijim, si e keni lexuar deri në këtë moment të gjithë situatën e ndodhur ndërmjet Izraelit dhe Iranit? Kjo ishte një konflikt që parashikohej që të vinte. Faktikisht Izraeli ka që në vitin 1995, në kohën kur kryeministri i sotëm Izraelit Benjamin Netanyahu ishte aktiv në udhëheqjen e partisë Likudit në Izrael dhe më pas do çonte edhe në vrasjen e kryeministrit izraelit Yitzhak Rabin, ku që nga viti 1995 Benjamin Netanyahu e ka patur platformën e tij politike, zhdukjen e regjimeve pro-palestineze në botën arabe dhe me njerë pasi Netanyahu do të vi në pushtet, ai jo vetëm që do të shkatrojë atë që do të quhet si marrëveshja e Oslos, por në të njëjtën kohë Netanyahu do nisi apo do shty më pak, domethënë do shty politikën amerikane që të nisi një numër agresionesh kundër vendeve arabe. Do të kemi luftën kundër Irakut, e cila do të përfundoj me vrasjen e Saddam Husseinit dhe ndryshimin e regjimit në Irak, me rrëzimin e Muammar al-Gaddafit në Libi dhe vrasjen e tij, me rrëzimin e Bashar al-Assadit në Siri dhe ndryshimin e regjimit, dhe Irani është vendi i fundit në listën që Netanyahu ka shtyr amerikanët në vite që të sulmojnë dhe të shkatrojnë. Arsye e luftës dhe sulmit kundër Iranit që ka ndodhur dje, në të cilën janë vrarë disa nga komandantët e ushtrisë iraniane, por edhe shkencëtar fizikant, shkencëtar nuklear, por edhe civil, ka të bëjë me marrëveshjet nukleare që presidenti Trump po mundohej që të bënte me iranianët në muajt e fundit. Amerikanët kanë patur një marrëveshje nukleare me Iranin, e cila ishte në vitin 2015, si pasojë e të cilës amerikanët ranë dakord me iranianët që Irani nuk do të zhvillojë një program ushtarak atomik dhe në shkëmbim amerikanët do të heqin sanksionet kundër Iranit. Po ç'a ndodhi në vitin 2017, kur presidenti Trump bëhet presidenti i SBA-s, në nxitjen e lobit izraelit, ai jep fund marrëveshjes nukleare, por tani pasi Trump erdhi përsëri në pushtet në 2025, ai kërkoi që të ribëj një marrëveshje nukleare, por Izraeli e ka refuzuar këtë marrëveshje. Sipas marrëveshjes nukleare ndërmjet amerikanëve dhe Iranit, ishte që Irani do prodhonte energji elektrike me centralet atomike që ka, por do të nënshkruante një marrëveshje me amerikanët, sipas të cilës iranianët nuk do të zhvillonin bombën bërthamore. Por Izraeli me kryeministrin e tij Benjamin Netanyahu e kanë refuzuar këtë, dhe sulmi që ka ndodhur dje ka ndodhur pak a shumë që t'i japi fund përpjekjeve për të arritur një marrëveshje nukleare ndërmjet Iranit dhe SBA-s, dhe duke qenë që presidenti Trump
ka Po refuzuar pse me e shqetëson kaq shumë kjo marrëveshje Izraelin, profesor? E shqetëson nga që Izraeli kërkon që të ruaj hegemonin në botën arabe. Izraeli është i vetmi vend që ka bombë bërthamore dhe do që ai kërkon që ai ta ketë këtë lloj monopoli dhe që ekzistenca e tij të mos kërcënohet nga vendet fqinje. E dyta, plani Dhe këtë e bën afatgjatë i duke hapur Izraelit fronte të ndryshme lufte. duke hapur fronte të ndryshme lufte numër 1 dhe e dyta duke kryer, domethënë, arsye tjetër pse Izraeli ka vendosur të sulmojë Iranin në këto momente është edhe për të trembur pak opinionin ndërkombëtar, i cili është i çmendur me atë që bën Izraeli në Gaza, ku regjimi i Benjamin Netanyahu është duke vrarë me uri 2 milion palestinez, por rreth 100.000 vetave që i ka vrarë me bombardime. Dhe qeveria e vetme në botën islame e cila qëndron në krah të palestinezëve dhe edhe i ka armatosur ata në të kaluarën, ka qenë Irani, pasi qeveritë e tjera të cilat mbështesnin palestinezët, sikur Iraku i Saddam Husseinit, Libia e Muammar Gaddafit, Siria e Bashar al-Assadit, tani më janë zhdukur. Dhe Irani është guri i fundit që ka ngelur, dhe për më tepër Benjamin Netanyahu është i obsesuar me bombën nukleare. Në librin Lufta kundër terrorizmit që ai ka shkruar në vitin 1995, ai e ka vënë si objektivin e tij luftën e pamëshirshme që Izraeli duhet të bëj kundër vendeve islamike dhe mos t'i lejoj ato që të zhvillojnë bombën atomike, nga që sikur thot Netanyahu në librin e tij Lufta kundër terrorizmit, thot që në qoftë se myslimanët do të zhvillojnë bombën atomike sikur e kemi ne, atëherë ne do të humbasim supremacin ndaj tyre dhe për më tepër ata do kujtojnë se ndihma e Allahut erdhi mbi ta dhe ai qytetërim nuk mund të zhduket më nga ne. Profesor, a kemi të bëjmë në këtë rast me një luftë klasike, siç është ajo shtet më shtet, apo qëndron mbi këtë luftën klasike duke u bërë pjesë e një konfrontimi ideologjik apo qoftë edhe gjeopolitik në lindjen e mesme? Luftrat në lindjen e mesme që me rënien e Bashkimit Sovjetik kanë qenë luftra ideologjike, të cilat i ka përmbledhur shumë mirë Samuel Huntingtoni në librin e tij Përleshja e qytetërimeve, apo i ka perifrazuar edhe babai i Benjamin Netanyahut, kryeministrit sotëm izraelit, Benzion Meliovski, në konferencën që ai bën për luftën kundër terrorizmit në Jeruzalem në vitin 1979. Dhe sipas kësaj ideologjie, zionistët izraelit kanë paraparë që në mënyrë që ata të dominojnë jo vetëm perëndimin, po gjithë planetin, ata kishin për detyrë e para të zhduknin Bashkimin Sovjetik, të cilin ata e shkatruan në vitin 1990-91, dhe pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik, sikur tregon Samuel Huntingtoni në librin e tij Përleshja e qytetërimeve, lufta e ardhshme e zionizmit tani më ishte me Islamin. Domethënë, ata duhet që të shkatronin vendet arabe, të shkatronin qytetërimin islam, të kthenin myslimanët në epokën e gurit, në mënyrë që të siguronin supremacinë e Izraelit dhe të zionizmit mbi botën arabe dhe islame. Dhe për këtë arsye aty apo një linja? Po, profesor, të dëgjoj. A më dëgjon profesori? Po, të dëgjoj. A më Po, dëgjoni profesor. juve mua? Edhe, domethënë, kjo ka qenë pak a shumë filozofia e Izraelit, dhe ne kemi që nga viti 1991 deri më sot, që kemi në lindjen e mesme që bëhet një luftë që quhet lufta e qytetërimeve. Termin e luftës së qytetërimeve e vulosi Samuel Huntingtoni në librin e tij Përleshja e qytetërimeve,
po ai thot tani që komunizmi ka rënë, armiku nuk është më ideologjik, sigurisht në kohën e komunizmit, po armiku është mbi baza fetare dhe armiqtë që shpallen për qytetrimin judeo-amerikan janë myslimanët. Profesor, Por edhe diçka, edhe për punën e luftës dhe sulmit më të fundëm izraelit, se ju bët pyetja a është kjo një luftë klasike apo çfarë lufte, deri tani Izraeli në luftën e tij kundër Iranit ka bërë luftë me bedel. Domethënë duke sponsorizuar grupe terroriste që nga lëvizjet separatiste arabe, kurde, ahvaze, baluçe, apo duke përdorur edhe terroristët iranian që Shqipëria strehon në Manus të Durrësit, ku Izraeli koordinonte këto grupe terroriste dhe këto bënin akte sabotimi edhe sulme kundër Iranit. Kurse sulmi që ka ndodhur sot, tani më nuk është më sulm terrorist, por kemi një luftë frontale ndërmjet dy shteteve, Izraelit me mbështetjen amerikane dhe Iranit. Më përmende Shqipërinë, por për Shqipërinë do të pyes me një herë pas pak, profesor. Kam një tjetër pyetje shumë interesante. Ky konflikt i cili ka nisur dhe këto sulme, a mund të përshkallëzohen dhe të marrin një përmasë akoma më të madhe duke përfshirë për shembull vendet të tjera si Libani, si Siria, apo grupet e armatosura të Hezbollahut dhe Houthit në Yemen nga ana tjetër? Kjo luftë që ka nisur sot, faktikisht ka nisur që në datën 7 tetor 2023, kur ashtu sikur e dim neve, Irani u përball me Izraelin dhe me Amerikanët dhe Britanikët, me aleancën e vet që iranianët e quajnë boshti i rezistencës apo Axis of Resistance. Dhe pjesë e këtij boshti të rezistencës ishin Houthit në Yemen, ishte qeveria siriane, milicit islamike në Irak, Hizbullahi në Liban dhe Hamasi në Gaza. Dhe sulmi që ka ndodhur dje në Iran është pak a shumë vazhdim i luftës që nisi në datën 7 tetor 2023 dhe pyetjes tuaj a do të kemi edhe këto milici që do t'i bashkohen luftës, unë besoj se po, megjithatë aktualisht Izraeli me amerikanët kanë arritur që të kryejnë gjenocid në Gaza dhe si pasojë e kanë lodhur tej mase Hamasin, kanë bërë bombardime masive në Liban dhe e kanë lodhur tej mase Hezbollahin dhe kanë bombarduar edhe Yemenin dhe e kanë shkatëruar bazën logjistike të Houthive, ndërsa në Siri me ndihmën e amerikanëve dhe të turqëve, izraelitët kryen puç shteti në dhjetor të vitit 2024, ku presidenti Bashar al-Assad u rrëzua nga pushteti dhe u zëvendësua nga drejtuesi i Al-Qaidës Ahmed al-Shara. E qartë. Ndërkohë, rrezikon që ky tension të kalojë përtej të qenurit rajonal, profesor, dhe nëse te kalon përtej të qenurit rajonal, sa ndikim do të sjellë më pas qoftë në të gjitha fushat globale, duke përmendur këtu edhe ekonominë, tregjet e naftës dhe gjithçka tjetër në lindjen e mesme dhe përtej saj? Rrezikon që të kthehet në një konflikt global, duke patur parasysh që ne tashmë kemi një konflikt rajonal në Evropë, ku është lufta mbi Ukrainën, e cila kryhet ndërmjet Rusisë edhe NATO-s. Sot zyrtarë të lartë rus kanë shprehur mbështetjen e tyre totale për Iranin dhe mbetet të shihet në ditët në vijim se çfarë do të ndodhi. Nëse amerikanët dhe britanikët do t'i bashkangjiten izraelitëve në bombardimin e tyre ndaj Iranit, ekziston mundësia e madhe që rusët mund të ndërhyjnë në luftë dhe konflikti në Ukrainë ndërmjet Rusisë dhe NATO-s të përshkallëzohet edhe në gjirin persik. Në anën tjetër, ngelet për të parë se si do të jetë përgjigjja iraniane, në qoftë se Irani i përgjigjet Izraelit vetëm me sulme raketore, atëherë domethënë konflikti do ngeli vetëm ndërmjet këtyre dy shteteve,
Po nëse Izraeli vazhdon me bombardimet dhe shkatrimet e objekteve iraniane, Irani mund të kundërpërgjigjet duke mbyllur kanalin e Hormuzit, duke bllokuar shitjen e naftës ndaj tregjeve ndërkombëtare, dhe Irani ka mundësi që edhe të godasi bazat amerikane që janë në vendet arabe të Gjirit Persik. Pra, ky konflikt do të degëzohet në të tjera vende, në të tjera hapësira. A rrezikon të kthehet edhe Irani një gaz e dytë, profesor, duke patur parasysh pajisjet, infrastrukturën ushtarake të Izraelit? Izraeli nuk e kthen dot Iranin në një gaz të dytë, nga që Irani është një shtet shumë i madh, është një superfuqi, edhe sulmet që kanë ndodhur sot në Iran janë më shumë sulme simbolike, nga që Irani është vend shumë i madh, është vend i madh sikur Franca dhe Gjermania, dhe Izraeli që është një shtet i vogël sa Shqipëria nuk ka çfarë të bëjë. Izraeli sukseset ushtarake që i arrin, sikur ka qenë edhe vrasja e 2 generalëve iranian sot, i arrin fal koordinimit me amerikanët dhe me britanikët. Izraeli mund të bëjë vetëm këtë gjë, që të godasi objektiva strategjik iranian, të vrasi ushtarak edhe civile dhe shkencëtar iranian, që në të kaluarën i ka bërë me ndihmën e mujahidinëve që strehohen në Shqipëri, por kaq, domethënë Izraeli nuk ka fuqi që ta pushtojë Iranin, por një nga dëshirat e Netanyahu do të ishte që ai ta binte presidentën amerikane të Donald Trumpit që amerikanët të hynin dhe të ndryshonin regjimin e Iranit. Por presidenti Donald Trump vazhdon me këmbgulje që të refuzojë që të hyjë në një luftë me Iranin, nga që Amerika është tashmë në një krizë shumë të madhe ekonomike, si pasojë luftrave që ajo ka bërë për Izraelin, që nga lufta kundër Irakut, lufta kundër Afganistanit, kundër Libis, kundër Siris, dhe presidenti Trump po mundohet që ta kthejë Amerikën e madhe përsëri, por që Amerika të riparohet ka nevojë që ajo mos bëj luftra, të kursej dhe të paguaj borxhin e saj që është prej disa trilion dollarësh. Përmendëm pak më herët Shqipërinë, profesor. Si qëndron Shqipëria e pozicionuar sa e takon Izraelit? Si e keni parë qëndrimin e Shqipërisë në këtë kontekst, duke patur parasysh që kemi qenë gjithmonë në krah të Izraelit dhe kemi dhënë gjithmonë mesazhe në krah të Izraelit. A është ky një neutralitet diplomatik apo duhet të kemi një pozicion tjetër diplomatik më të artikuluar? Shqipëria historikisht ka qenë me Palestinën, është nga vendet e para në botë që ka njohur Palestinën. Në kohën e komunizmit të Enver Hoxhës, Shqipëria trajnoi dhe armatosi luftëtarët e Fatahut dhe të lëvizjes për çlirimin e Palestinës. Krahu i djathtë i Yasser Arafatit, Abu Xhihadi, ka vizituar Shqipërinë dhe regjimi shqiptar i Enver Hoxhës ka qenë shumë besnik pro Palestinës dhe ne kemi një ambasadë palestineze në Shqipëri që në kohën e komunizmit. Por në Shqipëri ndryshuan marrëdhëniet e Shqipërisë me Izraelin dhe me Palestinën që në kohën e kryeministrit Sali Berisha, kur në 2012-2013 Berisha hapi ambasadën izraelite në Tiranë dhe më pas në 2016 Edi Rama ju vet ofrua amerikanëve duke e kthyer Shqipërinë në bazë të terrorizmit mujahidin, duke pritur në vend 3000 mujahidin iranian. Që nga viti 2016 dhe nga 2017-18 me krijimin e kampit Ashraf 3 në Manës, Shqipëria është bërë një aleat strategjik i Izraelit, ku nga Manza janë kryer sulme terroriste dhe kibernetike kundër Iranit. Në anën tjetër, me nisjen e gjenocidit në Gaza, në 7 tetor 2023, Shqipëria është bërë nga vendet e pakta në botë që ka dalë hapur në krah të Izraelit. Kryeministri Edi Rama merr çmime nga udhëheqësia e lartë izraelite
dhe e ka kthyer Shqipërinë në bazë të Mossadit izraelit kundër Palestinës dhe në veçanti kundër Iranit. Duhet përmendim këtu që Shqipëria në vitin 2022 mbylli ambasadën iraniane, ndërsa më herët me urdhër të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dëboi ambasadorin e Iranit nga Shqipëria. Pra, Shqipëria e kohës së komunizmit, ku ishte një vend besnik i palestinezëve dhe mbështetës i iranianëve, apo Shqipëria viteve 90, ku Irani është nga vendet e para që hapi ambasadë në Shqipëri dhe bëri edhe investime në Shqipërinë e lodhur nga komunizmi, që nga spitali iranian që ju keni te Bryli edhe shumë investime të tjera. Nga viti 2013 edhe më mbrapa, Shqipëria ndryshoi drejtim dhe është bërë në një vend besnik ndaj gjenocidit izraelit. Cili është përfitimi i Shqipërisë në këtë rast, përpos marrëdhënieve diplomatike me Izraelin? Apo Përfitimi i është Shqipërisë dhënia e kënaqësisë dhe gjithçka e tjetër për të qenë dhe për të dukur sa më i mirë dhe sa më i ngushtë? Përfitimi i regjimit të Edi Ramës me forcimin e marrëdhënieve me Izraelin ka qenë se lobi izraelit i ka hapur dyert Edi Ramës në SBA. Rama i ka përdorur marrëdhëniet me Izraelin për të shtypur opozitën në Shqipëri dhe forcuar pushtetin e tij autoritar. Dhe në anën tjetër, regjimi i Ramës ka menduar se duke i patur mirë marrëdhëniet me izraelitët, amerikanët nuk do ta rrëzonin regjimin e tij për korrupsion dhe trafik droge. Pra, regjimi i Shqipërisë sot është pak a shumë sigur regjimi i Samozës në Amerikën Latine, ku pushtetar të korruptuar përdorin amerikanët për të qëndruar në pushtet. Në rastin e Shqipërisë, Edi Rama, i cili e kuptoi lojën apo pak a shumë se kush janë ata ai grup njerëzish që sundon Amerikën, e ka përdorur Izraelin duke ja hapur Shqipërinë Izraelit dhe duke i shkatruar marrëdhëniet me botën islamike, vetëm që ai të jetë i sigurt që amerikanët do ta lënë që të qëndrojnë në pushtet për sa më shumë që ai të dojë. E qartë. Profesor Jezaxhi, të falenderoj shumë për këtë analizë të situatës, të falenderoj shumë për çdo informacion që përsollen në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe patjetër që do të jemi në të tjera komunikime së bashku për çdo zhvillim tjetër. Kënaqësi. Faleminderit, natën e mirë. Ne do të shkëputemi në publicitet.